Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Partia Socialiste hap fushatën në sheshin Skënderbej me këngë valle nga gjithë trevat. Fokusi i fjalimit e Edi Ramës, antarësimi në Bashkimin Evropian. Një ditë pas hapjes së fushatës, Aleanca për Shqipërinë Madhështore prezanton programin elektoral. Partia Demokratike shpalos premtimet për qytetarët. Shqipëria pret rritje të numrit të turistëve, por operatorët thonë se industria duhet të jetë gati për të përballuar fluksin e indianëve dhe kinezëve. Rriten tensionet në firmën e VIP-ave, konkurrentët i nënshtrojnë sfidave të caktuara nga Agaj, publiku voton Limi si më të preferuarin. Vjojmë të ndjekim gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Partia Socialiste çeli fushatën për zgjedhjet parlamentare nga sheshi Skënderbej. Skuadrat e secilit qark të shoqëruara me këngë dhe valle tradicionale u ngjitën në skenën e improvizuar dhe prezantuan objektivin për 11 majin. Ngjyrat e folklorit nga çdo qark pushtuan sheshin para se kryeministri Edi Rama të niste fjalimin që siç pritej u dominua nga premtimi për antarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Në melodin tradicionale të lautës së Malsis, me 12 tyjet e flamurit të BE-s pranë 12 qarqeve të Shqipërisë, zbret në fushë skuadra e Partisë Socialiste për të garuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Vallën e dasmës së shumë kërkuar me Bashkimin Evropian, Partia Socialiste e nisi me qarkun e Tiranës. Me numrit 5 dhe yll në veshje, kryesocialisti Edi Rama u ngjit në skenë mes brohorimave, duke surprizuar të pranishmin me këngën hapëse të fushatës. Në krye të fjalës, kryesocialisti u shpreh se Shqipëria ka një mundësi historike. Dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin evropian të Shqipërisë. Dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dore me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian. Duke ironizuar opozitën, Rama tha se Shqipëria nuk duhet të humbas shansin për në BE. Sepse sado komike duket, kjo është e vërteta. Të takosh historinë apo të futesh nën mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sipas Ramës, Shqipëria sot s'ka asnjë krahasim me Shqipërinë që do të jetë në 2030-ën. Barazim para ligjit, Rama tha se populli nuk mund ta lërë në dorë të qeverive. Në atë familje, liria individuale e shqiptarëve, të cilën kurse si askush do ta marrë të mirëqen dhe të dhënë një herë mirë, nuk do të vihet më kurrë në diskutim, sepse kush hyn në atë shtëpi nuk luan dot më ku kam qefi me qytetarët e vet. Kryesocialisti Edi Rama ironizoi sërish opozitën dhe Kris Lasivitën, të cilit ju referua si Latifi. Latifi kishte publikuar dje një buf që hante 1000 dhe kishte ngritur pyetjen: kush është miu? Ati bravo i qoftë se të gjesh budallë që të paguajnë gjitha ato para për të duartrokitur edhe kur ja fut asaj që thuhet në atë farë feje, është vërtet ke është lindur me këmish. Se që bufi është bufi, kjo s'ka diskutim. Rama mbylli fjalën e tij me një thirrje drejtuar shqiptarëve që të besojnë për Shqipërinë në BE dhe të braktisin ata që i quajti si profetët e rrem. Në kërkim të mandatet të 4, Partia Socialiste ka ndërtuar programin e saj elektoral me në fokus antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për këtë arsye, 12 tyjet e flamurit të BE-s ishin pozicionuar në shesh duke i dhënë të 12 drejtuesve politik të qarqeve mundësinë të adresonin mesazhet e tyre brenda 5 minutave, ashtu siç është edhe numri 5 i PS-s në fletën e votimit. Secili qark i Shqipërisë u prezantua ndryshe, përfshirë element tradicional që i karakterizon.
Aleanca për Shqipërinë Madhështore shpalosi programin elektoral me të cilin shpreson të vinë në pushtet në zgjedhjet e 11 majit. Ndër pikat kryesore të programit janë paketa emergjencës që synon rritjen ekonomike për pensionistët për vendosjen e minimumit jetik prej 200 eurosh. Para kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, Sali Berisha ka folur për arsyet që e quan të rikthehej në politik dhe të merrte përgjegjësinë për mbrojtjen e demokracisë në Shqipëri. Në kuvendin kombëtar, kreu i demokratëve deklaroi se programi i qeverisës i opozitës nxjerr vendin nga gremina ku sipas tij e ka zhytur Edi Rama. Shtimi i turistëve në Shqipëri ka vendosur sektorin përballë sfidave të reja. Operatorët thonë se pritet një rritje ndjeshme e numrit të izraelitëve, por sipas tyre industria e turizmit duhet të bëhet gati për indianët dhe kinezët. Në kërkim të rritjes së numrit të turistëve nga viti në vit, Shqipëria nisi në fillim të prillit fluturime direkte me Izraelin. Turistët izraelit kanë qenë tregi i Shqipërisë. Nuk arritëm do t'i mbajnë falë politikave stimuluese që bëri Malizi, tani ata po rikthehen. Është një treg interesant dhe shpresojmë që të jetë i qëndrueshëm. Nuk është se janë turistë vetëm për plazh, janë turistë gjithvjetor, edhe është një kontingjent i rëndësishëm për t'i dhënë ngjyrë turizmit në Shqipëri. Ata janë të organizuar, kryesisht vinë me paketat të paguara dhe lëvizin në grup, se kanë dhe probleme sigurie. Gjithashtu, qeveria shqiptare ka hequr vizat me Arabinë Saudite, Katarin, Omanin, Tajlandën dhe Indonezin për të zgjeruar sa më shumë hartën e turistëve që vizitojnë vendin tonë. Duke pas parasysh 38% janë Kosova, që ka ardhur me rënje, krahasim me përpara, sigurisht duke gjetur tregje të reja mas liberalizimit të vizave, dhe kjo kërkon që ne duhet të luftojmë fort për gjetur, për të plotësuar turizmin shqiptar me kërkesat e tyre, pasi rinia kërkon modele të reja. Sipas operatorëve turistik, këto janë rrugë që qeveria shqiptare po gjen për të plotësuar mungesën e turistëve nga Kosova, të cilët braktisën Shqipërinë vitin e shkuar për shkak të liberalizimit të vizave. Ky kontingjent turistësh vinë familjarisht, shpenzojnë, janë turistë që shpenzojnë dhe sot nuk duhet të diskutosh asnjë lloj turizmi nga çdo vend që vjen. Ne duhet përgatitemi fort për turizmin indian dhe turizmin kinez. Ka një rritje të shtresës mesme të turistëve nga India që duan të vizitojnë Europën. Dhe sigurisht që Shqipërinë e shikojnë si një treg interesant. Paralelisht me rritjen e numrit të turistëve, operatorët turistik kërkojnë edhe shtimin e resorteve dhe hoteleve të mëdha me 5 yje që mund të ofrojnë paketa të plota dhe destinacione të kuruara. Policia zbardhi konfliktin mes disa të rinjve që ndodhi një ditë më parë në Lezhë. Fation Gjini dhe Ervin Nika, sipas policisë, kanë goditur me sende të forta Redian Margjonajn. Ky i fundit më pas, bashkë me 3 shokët e tij, kanë dhunuar Fation Gjinin dhe kanë dëmtuar edhe makinën e tij. Pas konfliktit, policia arrestoi Fation Gjinin dhe Ervin Nikën, ndërsa Redian Margjonaj së bashku me 3 shokët e tij janë shpallur në kërkim. Nga kjo e shtunë, qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe ata të Kosovës nuk do të presin më në radhë në pikën kufitare Hani Elezit Blac. Dykrerët e qeverive Albin Kurti dhe Hristian Micoski kanë inauguruar hapjen e kësaj pike, e cila do të funksionojë vetëm me një kontroll. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë përuruar sot pikalimin e përbashkët kufitar Hani Elezit Blac në përpjekje për ta lehtësuar lëvizjen e udhëtarëve mes dy vendeve fqinje, duke hequr kontrollin dhe ndalesën e dyfisht. Pika kufitare në Blac është përballur me rrath të gjata në të dy anët për shkak të kontrolleve. Por nga tani, për udhëtarët nga Kosova në Maqedoninë e Veriut dhe Anasjeltas, do të ketë vetëm një ndalesë.
Në një fjalim rasti në ceremoninë e përurimit, kryeministri Kurti e ka vlerësuar projektin si të rëndësisë së veçantë për të dyja shtetet. Krijimi i pikave të përbashkëta në vendkalimet kufitare Hani Elezit Blac dhe Globoqic Jazhinc janë më shumë se sa infrastrukturë kufitare. Janë pika të reja bashkëpunimi dhe shërbimi që lidhin edhe më shumë dy shtetet tona dhe forcojnë edhe më tej fqinjësinë tonë të mirë. Na gëzon fakti që tani e tutje, policët tonë do të punojnë krah për krah në të njëjtat hapësira. Kësaj kemi fuqizim të partneritetit dhe bashkëpunimit tonë në fushën e sigurisë. Ka vite që qytetarët tonë nga të dy anët e kufirit e kanë pritur këtë arritje. Pritjet e tyre në të dy anët e kufirit më në fund do të reduktohen. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski tha se kjo pikë kufitare, e cila është parë si pengesë më parë, tashmë do të jetë lehtësim dhe bashkëpunim më i fuqishëm mes dy vendeve. Ova ne je samo osuvremenuanje. Një vendim i duhur për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve ta ndërmjet dy vendeve, një lehtësim për ekonominë e dy vendeve. Tashmë kemi një pikë ndalese, një pikë kontrolli, si dëshmi që kufiri nuk duhet të jetë mur, por duhet të jetë ur bashkëpunimi mes vendeve. Një ur për nga e cila presim të kalojnë me miliona njerëz brenda vitit. Kosova ka 3 pika zyrtare kufitare me Maqedoninë e Veriut, ndërsa kontrolli i përbashkët kufitar do të vlejë në 2 prej tyre, përfshirë atë Globoqic Jazhinc. Ministritë e brendshme të dy vendeve arritën marrëveshje vitin e kaluar për kontrollet të përbashkëta kufitare. Surprizat, emocionet dhe debatet shoqëruan mbrëmjen e 4 të spektaklit Firma VIP. Të ndarë në 2 grupe, konkurrentët u vendosën përballë sfidës së Agait, ndërkohë publiku votoi Limi si më të preferuarin deri tani. Në më pak se 2 javë, dinamikat e lojës brenda Firmës së VIP-ave kanë marrë një zhvillim të paparashikueshëm. Mbrëmja e 4 të spektaklit solli emocione të forta, debate, surpriza, por dhe shumë sfida. Gëzuar ditëlindjen ku është torta? Faleminderit. Nga studi shëndrore, moderatorja Luana Vjollca nisi natën me një urim për ditëlindjen e kryeplakut të këtij edicioni të dytë, Albano Bogdan. Një televotim i hapur që prej ditës së hënë për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut mbajti gjatë në ankth konkurrentët. Publiku ka vendosur fermeri i preferuar që fiton imunitet sonte është Limi. Ishte pikërisht Limi, ai që gjatë këtyre ditëve ka rëmbyer simpatinë e publikut, duke u zgjedhur kështu fermerin më i votuar dhe duke u shpallur automatikisht imund ndaj votimit për eliminim javën e ardhshme. Ti je kapiten i një skuadre dhe ai përballë teje do të jetë kapiteni tjetër. Kë zgjedh ti për të sfiduar? Më jep një emër. Big Boston. Ndërkohë kryefermeri në fuqi, Andueli, kishte në dorë fatin e sfidës së mbrëmjes. Ai zgjodhi një tjetër kundërshtar që u vendos përballë tij për sfidën. Big Basta nga njëra anë dhe Andueli nga ana tjetër formuan 2 grupet e tyre që do të ishin përballë njëri tjetrit për të zhvilluar lojën. Tudem nisjani. Garë kjo që u fitua nga grupi i Anduelit, teksa automatikisht grupi i Big Bastës i përbër nga Albi, Roni, Nur, Daniela, Alba, Kesi dhe Elinara shkojnë në një televotim të hapur deri ditën e hënë për të eliminuar njërin prej tyre. Alba Pollozhani gjithashtu ishte në qendër të debateve gjatë gjithë spektaklit. Fermerja duket se ka trazuar ujërat jo vetëm ndërmjet fermerëve, por edhe opinionistëve. Më normale mi Alba të kapësh i grua me që se i ka ca vite më shumë se ty të kanë gjetë në derë. Ndërsa për fakirët e kësaj jave, Big Mamën, Erandin, Elinarën dhe Albën, Agaj u tregua zemër gjerë. Përmes një loje në arenë për të gjetur çelësin e shtëpisë së fakirit, ata mundën të dilnin nga dënimi. Por mbrëmja vijoi gjatë. Një zarf surprizë për Frederikun do të ndryshoj lojën në fermë. Deri të dielën, këngëtari duhet të zbulojë nga një sekret për fermerët, por askush prej tyre nuk duhet të marrë vesh për misionin. Dhe për këtë, Frederik Ndoci do të shpërblejë duke i sjellë në fermë pianon që aq shumë e ka kërkuar. 24 orë në 7 ditë të javës, Firma VIP vjen për publikun në 2 kanalet të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.